Pse njerëzit nuk besojnë në vlerën e tyre? Sepse secili individ është i bindur se nuk ka asgjë për me dhënë. Çdo njeri në lindje është i pasur plot bullëk, vetbesim e dashuri. Gjatë rritjes krijohen blokada dhe bindje negative te ky person dhe aty humbet vetdia për vlerën që ka dhe fillon duke e kërku nga jashtë. Mendon se po të mbledh mjaftueshëm, pastaj mundet me nda me të tjerë ato që ka grumbullu. Por e vërteta është se ne nuk kemi nevojë të grumbullojmë asgjë. Gjithçka që na nevojitet është të japim, ta ndajmë me të tjerët ato që tashmë veç i kemi brenda vetës dhe ta bindim veten se vlera apo çkado që kërkojmë nuk ikën kurrë pavarësisht situatave, sepse ne jemi ajo. Nuk jemi pjesë e saj, por jemi vetë vlera, dashuria apo pasuria që e kërkojmë nga jashtë.